Përshëndetje miq, mirë se erdhët në stadiumin në Flamurtarit Vlorës, luhet takimi i fundit për sa i përket javës së 21 të kategorisë superiore mes Vendasve edhe Laçit. Ndërkohë Alili shikoi moment pas sigurie për të arrin gjithsesi ta kontrolloi topin Alili. Ishte gaf e rënd kjo nga ana e Alilit. Tjetër kombinim me Bulja, ndërkohë që vjen tashmë arrin të marrë topin edhe Lushtaku në qendër për Grecën. Mbyll gjithçka Çela. Luan në qendër aty edhe Çetković është për të gjithmonë. Çetković është në zonë. Çetković kthen mbrapa. Kjo goditje shtyll. Ka goditur shtyllën me Nimanin skuadra e Laçit. I jashtëzakonshëm Çetković me atë zbritje dhe shtylla pra që është shpëton tashmë portën e Halilit. Hoxha, Arkimi drejt Pashajt me kokë, më pas Alvesh nuk devion, provon dhe këtë roveshat. Edhe këtu egzagjerojnë, ndoshta Alvesh ishte pa mundur për të goditur pra ai top nga ana e Alveshit. Gjithmonë Velia e ka humbur, i e mundësim tashmë skuadrës Flamurtarit. Kjo goditje drejt portës. Selmani ishte Lushtaku i cili provoi dhe pritja realizuar nga ana e Selmanit. Hoxha pranë flamurit këndit. Topi lart në zonë, rëmuj Pashaj, më pas kjo zgjatje e Markut. As Pashaj, as Marku nuk godasin dot mundësia më e mirë për skuadrën e Flamurtarit. Topi lart në zonë, Pashaj, mbi vijën fatale, vazhdon aksioni Lakos. Çfarë mundësie për skuadrën e Flamurtarit? Antonio Pashaj nuk ka gjetur dot fundin e rrjetës. Është Bardezin, t'jepet ky top Çetković, shmang dhe portierin Çetković. 0-1, kalon përpara Laçi. Çfarë goli ka shënuar? Dhe duket se vazhdon të mbetet ende një makt skuadra e Laçit për ekipin e Flamurtarit. Ky Arkim, ndërkohë drejt zonës, shikojmë këtë mundësi jashtë kuadratit. Çfarë ka humbur Flamurtari pranë golit barazimit? Nuk arrin ta shfrytëzojë siç duhet këtë moment Yll Hoxha. Kërkon pasimin aty edhe Enzo Malindi për të shtopi. Malindi rrëzohet, nuk ka asgjë Dosti. Gjithmonë Dosti ka kthyer mbrapa, ndërkohë mbështetet për Velia e kjo goditje. Halili ka mundur të pres. Ekzekutohet kjo goditje nga këndi. Pashaj jashtë Hoxha drejt zonës Selmani. Edhe një herë tjetër ai që largon. Më pas vazhdon aksioni. Pashaj, kjo goditje travers jashtë. Pa fat Flamurtari. Dhe kaq mjafton, thot gjyqtari, mbyllet në Vlorë. Fiton Laçi 0-1. Goli realizuar nga ana e Çetkovićit në pjesën e dytë. 3 pikë të rëndësishme për skuadrën e Laçit, por 3 pikë lëna për ekipin e Flamurtarit. Super Sport, jemi së bashku drejt për së drejti nga Zeqir Bimeri për të nikur sfidën ndërmjet Kuksit dhe Teutës, dyja skuadrat të cilat janë shumë pranë njëra tjetrës në rënditje, vetëm 2 pikë para është skuadra e Teutës. 10 ndeshje ka luajtur deri më tani në fushën e saj Kuksi, 8 fitore dhe 2 humbi ka përballë Tiranës dhe Partizani. Nis tashmë kjo sfidë. Skuadra e Durrësit pranë topit është Lukic. Ai që do të marrë përsipër të ekzekutivit të Velit dhe një vjen në kërcimin drejt zonës, tentativa drejt portës. 0-1 zhbllokohet sfida. Shikem njëherë momentin e golit të skuadrës së Durrësit, atë kërcim drejt zonës, krejtësisht i harruar në atë zonë Silvestre Shkalla. Pasti Arkimi drejt zonës nga ana e Lukic. Ariokës. Është për këtë mundësi është Izair Emini drejt zonës. Tenton atë goditje 1-1. Barazon Kuksi. Momentin e golit është shmangur mjaft mirë në qendër Izair Emini dhe me këtë tentativë ka patur një devijim nga ana e Silvestre Shkallës, i cili ka dërguar topin në fundin e rrjetës së portës së tij, atë pretendim për atë 11 metrash. Menjëherë me këtë aksion skuadra kuksiane shkëtë mundësi me këtë goditje këndje e treta. Me një kryesim i lartë drejt zonës, provon Malota, shkëtë mundësi. Kemi faul. Shkem njëherë momentin dhe tentativën e Renato Malotës. Pas kësaj tentative
Po të mbaj kontrolin e topit Morina. Apelojnë Belingueta për Erik Flores. Shikë mundësi me këtë dalje përpara drejtësimit të skuadrës kuksiane. Belingueta dhe një tjetër në qendër, pas kjo tentativë drejt portës. Jashtë kuadratit e Izair Emini. Shikojmë një herë daljen të shpejt të skuadrës kuksiane, i pasim në qendër dhe tentativën e menjëhershme. Pas Shameti, traversa i vjen në ndihmë Teutës. Shikojmë një herë këtë krosim drejt zonës dhe tentativën e Shametit. Stampohet të travers kjo tentative e Shametit. Kontrollin e skuadrës e time pas pasimin e qendër për Jonathan. Shëndo mundësi Jonathan nuk arrin të koordinohet, ka patur një ndërhyrje kundrejt tij, pretendojnë për faul. Shikojmë një herë momentin me atë pasim në qendër, e ka marrë mjaft mirë kontrollin e topit. Ka patur një kontakt ndërmjet Renato Malotës dhe Jonathan. Shikojmë një herë këtë moment. Të ndërhyrje, por gjithçka e rregull, më pas tenton të goditjet drejt portës. Reagon mjaft mirë koçi pas tentativës Recep Hoxha. Shkeni një momenti ku pretenduan për një faul futbollistët vendas të Kuksit dhe më pas tentativën nga distanca nga Nae Recep Hoxhës. Shëndesh për këtë mundësi me këtë goditje, dënimi vjen krosimi i lartë drejt zonës. Shko për Shametin. Tjetër koordinim jo i mirë i Shametit. Shkeni një këtë moment dhe këtë mundësi për Kuksin. Provoj kjo dalje. Pasimi në qendër të radhë, pastaj top në qendër. 2-1 Kuksi. Arrin shënoi një gol me fat, mund themi, Erik Flores. Por që gjithsesi shpërthen në fest Zeqir Ymeri me këtë gol shënuar nga Nae Erik Flores. Krosimi i lartë drejt zonës, gërshtohet nga Nae koçit, më pas shikojmë. E ka dërguar në portën e tij, 2-2. Barazon Teuta. Shikoni këtë moment. Ka provuar ta gërshtojë. E ka gabuar. Vjen dhe sinjalizimi i Enea Jorgji, gjyqtarit kryesor të këtij takimi. Mbyllet sfida ndërmjet Kuksit dhe Teutës, nuk ka fitues në Zeqir Ymeri ndërmjet të dyja skuadrave. Mbyllet në barazim 2-2. Ju shëndes miq të Supersport, ju uroj mirëseardhje në këtë përballje të Superligës shqiptare. Do të jemi pirish në takimin e javës së 21 Tirana-Byris, të dyshim rreth 40 apo 45 minuta më parë nëse kjo sfidë do të huaj ose jo. E bardhë e bluve në shtëpi, tham një mbrojtje të armuar. Starton java 21 për Tiranën dhe Byris. Ndërkohë çeltuar Tito Hoxhaj, pozicioni i rregullt, Hoxhaj u mbet kohë me kontrollin në zonë, Hoxhaj, kjo ndërhyrje Hoxhallari, gjithçka e pasë ka goditi nga këndi. Ai që reagon është trajneri Adnan Zilzovic. Ndërkohë kjo goditje nga distanca, Gilman Lika shtylla. Fukui vion aksioni. Fukui. Super mundësia e Tiranës, Gilman Lika ka reaguar Stivi Frashi dhe më pas shtylla. Të krosim drejt zonës, tentativa ka provuar Albialla. Ai që provon të në pozicion minuta 31, goditje me kokë e Albiallës nga krosimi i Edmilson. Ndërkohë krosimi i Albiallës, topi largohet, Edmilson kërkon të lirojë, goditja Edmilson i rrezikshëm. Braziliani me të djathën e tij. Afrohet më rrezikshëm Bylis, në të 31 ishte Alla me kokë, 2 minuta më pas Edmilson me të djathën. Topilar drejt Hugo, fton Fukui, goditja! Çfarë u mbet Masato Fukui? Ndërkohë vjen krosimi Bella Pepa me kokë. Nuk është në kuadrat, shumë e lehtë për Edvan Baka, sinjali i parë, vetëm pak sekonda në fush. Del Frashi jo i sigurt. Dukic. Muzaka. Mbështet Smajli, Muzaka. Pasimi për Fukuin. Smajli, pritet krosimi. Smajli
Vjen topi është i lartë dhe nuk arrin të devijoj Gilman Liga. Pët gati dhe Izuquku. Fukui. Topi është i ullët në zonë Gërgjali kërkohet 11 metrësh dhe vjen sinjalizimi. Ka një penalti për Tiranën. Ky është momenti. Protestat e lojtarëve të Byris. Prekja me dorë e Edmilson apo Izuquku. Një ojnë mirë. Sigurisht njëri tjetrin duke qenë se kanë qenë dhe pjesë e skuadrës. Niset Muzaka përballë Frashit 1-0. Zhbllokohet sfida me një penalti. Gjergji Muzaka zhbllokon sfidën. Në goditjen e 4 nga këndi erdhi dhe 11 metrëshi. Sigur po çon në 9 deri në këtë çast e numrin e fitoreve radhas, ndërkohë që në 7 ndeshjet e fundit nuk arrit të shënojë Byris në portën e bardhë e bluve. Niset tu cikëlli sulmi, Gjergji Muzaka, shmang Peposhin. Muzaka e ka hapësirën përpara tij. Mbështet Peçi, drejt tij është topi, pozicioni është i rregullt. Peçi përballë Frashit, Peçi hyn në zonë, Peçi finte, mbyll në çastin e fundit. Albialla finte bukur e Michael Peçit. Kthimi në fushë i Peçit, ndërkohë Pepa e çon tek Varea. Kjo në fush Peçi, ndërkohë Hoxha i lë pas Hoxhallarin, Hoxha i në zonë, kjo ditja, mbi travers, Ardit Hoxhaj. E kishte mundësin edhe të çërbendën i qendër për Salomon Izuqugun. Vjen krosimi, është i lartë në shtyllën e dytë në duart e Bakajt. Ka kërcyer mbi të tërë Julian Braja, kërkoi golin e dytë. Karabeci. Peçi është ai që fton Muzakën saktë ul me gjoks. Gjergji Muzaka prit krosimi, Fukui nuk arrin, do është aty. Peçi! Çfarë debutimi! Michael Peçi, minuta 89, debutim ëndrash dhe i falet Ilir Dajës. Michael Peçi, ai që realizon në minutën 89 një gol i jashtëzakonshëm, jo për nga mënyra e interpretimit, por shumë i rëndësishëm për të lojtari i cili është parë si një nga talentet e Tiranës së dytë dhe fundit, por sigurisht shumë pak kanë besuar trajnerët e skuadrave të para. Ndërkohë çojmë këtu Alili provon vetë, ka shkaktuar këtë faull Albialla. Dhe vjen këtu sinjalizimi Andi Koçit, mbyllet këtu dhe kjo sfidë. Tirana që rikthehet më në fund të fitojë në kryeqytet 2-0. Këtë bëndaj Byris, Muzaka dhe Peçi autor të golave. Skuadrat janë në pozicione të kundërta në tabelën e renditjes. Kujtoj që skuadra e Partizanit është në vendin e dytë në tabelën e renditjes në kuotën e 44 pikëve. 13 fitore, 5 barazime dhe 2 humbje, 28 gola çelënore, 12 pësuar, ndërkohë që Vllaznia është në vendin e 7 në kuotën e 18 pikëve. Është gjithçka gati edhe për kërcor Keder Speta, i cili ka sinjalizuar dhe i ka nisur. Topi që merr mjaft mirë nga ana e Rado Qinal, vendosen qendër Qinari me një goditje nga distanca. Shumë e largë dhe distancë të kërcënuar seriozisht për shtjërësia Alban Hoxha. Shtrashi shumë larg kuadratit të portës. Kjo tentative e Lorenz Trashit. Batha. Kubet Bevasi në aksionet sulmues për skuadrën e Partizanit. Ibrahimi provon një goditje dhe i top që mbetet aty. Račić me kokë ka realizuar Stefan Račić. Çfarë bevasie! Çfarë bevasie ky gol! Një gafe Andrija Dragojević i bën një dhuratë të madhe. Stefan Račić që në portën e bosh atisur nuk kisha si mundësi për të gabuar. Një gol tepër i rëndësishëm për skuadrën e Partizanit. Shikoni edhe një tjetër. Abdullah topi dërgon në zonë në shtyll. Përplasët e traversa i top. Pranë golit të barazimit Vllaznia. Ndërkohë që ka një rrëzim, lojë që ndalet, përfundon gjithçka.
Shkëm një dalje në ekranin e djathtë mjaft mirë arbri, vjen krosimi në ytë zonë me pas Shtubina. Topi që bëhet aty me pas goditja. Mbi kuadratin e portës. Është Poli Zojarpri. Shkëm topin edhe në zonë del Hoxha. Ani gushtoj ai Hakaj. Shumë siguri. Poli Zojarpri pret në krahun e majt. Kalaja. Panti Batha. Ti Kalaja çfarë veprimi mjaft i bukur pas arbri me këtë krosim në zonë sërish Hoxha. Tafili. Shkëm topin edhe në ytë të zonës. Atanda ka larguar në ytë të zonës pas Poli Zojarpri. Ka kushtuar Ban Hoxha. Topi në zonë. Ka i devim dhe ka balazuar skuadra e Vllaznis. Realizon në këto momente Dibra. Balazon skuadra shkodrane. Shpërblen besimin e stafit teknik Dibra. Shkon në njëti të shpëton mbullimet e kundërshtarit. Kjo është devimi. Racic me këtë goditje, krejtësisht e gabuar. Topi larti i dërguar në zonë. Del Dragojeve që ka ngushtuar. Më pas largon Cicmil Atanda. Fikset një tjetër krosim. Gabon, topi që largot dhe vjen në selëzimi finali. Kridens Medës përfundon në Shkodër, në stadium në Rishit Rusi, në barazim Vllaznia dhe Partizani. Kaluan të parë në përsi lojtarët e skuadrës së Partizanit me Stevan Racic në minutën e 22 dhe duke gjithçka e mirë për skuadrën e Kuqe. Pa merrni një 3 pikësh tepër të rëndësishëm në një fushë ku rivalet e tyre kryesorë të Skënderbeut ishin mundë me rezultatin 1-0 kujtoni 2 javë më parë. Ju përshëndes miqtë të Supersport dhe ju uroj mirëseardhje në pamjen e drejtë për drejta nga stadiumi kombëtar Qemal Stafa për këtë sfidë mes Tërbunit dhe Skënderbeut. Në fakt do të ishte parashikuar që të luajë në Puk, por për shkak të motit të rënduar që ka përfshirë gjithë vendin tonë dhe për shkak të rreshtive të mëdha të Borës nuk do të luhet në Puk, por është vendosur që të luhet pikërisht në stadiumin e Qemal Stafa, atje ku dhe sigurisht terreni i këtij stadiumi është vërtet i rënduar nga rreshtet e mëdha të shiut dhe Tërbunit ka humbur 0-1. Ka startuar në këtë çast të sfida, se çfarë do të prodhojnë këto 90 minuta mes këtyre dy skuadrave. Vjen krosimi brenda zonës, topi largohet me kokë. Progni. Tjetër krosim, James e prek duke çuar e duart e Kukës, pozicioni ka qenë krejtësisht i rregullt. Gjithçka gati në këto çaste. Për skuadrën e Skënderbeut për të rrezikuar. Krosimi brenda zonës. Topi largohet me kokë pas Sali, godet në rrjet. Realizon Hamdi Sali. Minuta 11. Kalon përpara skuadra e Skënderbeut. 0-1, shumë shpejt. Është sërish ai si gjithmonë Hamdi Sali, goli 17 i këtij sezoni. Vjen krosimi brenda zonës. Shej pasigur topi vjen tjetër po aty. Pas ka larguar Tefik Osmani. Brenda zonës finta e James, provon godas mbi portën e Kukës. James Adeni tregon klasën e tij nigeriani. Shkoni godet, por topi i humbur e ka marrë James. Gjen mja pirë liridor në aktivi, vetëm përballë portierit godet dhe nuk arrin dot ta shtyja top në rrjet Progni. Shumë pra goli i dytë skuadra e Skënderbeut. Shkoni këtu Latifi. Ka dalë me pira i top Gerard Progni, ka hapësirë në kampin e djathtë, mund provoj të avancoj. I thy Progni brenda zonës, vjen krosimi. O pas James është ndalur në momentin e fundit. James Adeni. Çfarë mundësie për skuadrën e Skënderbeut për të realizuar dhe golin e dytë. Edhe i shikoni, ka qenë franga i shpëtimtar. Progni. Të përpara kërkohet James. Arrin të avancojë me pirë kampin e djathtë, është brenda zonës James, kërkon pasimin, ndërpret Jeshkami aty portieri Klajdi Kuka.
Grosimi mirë brenda zonës, të më largot me kokën pas kjo goditje, Kuka nuk kontrollon dot James përpiqet, por ka inflamur lart. Shpëton mirë porta e Tërbunit. Ky është momenti shkoni me avancuar James, kështu që i thia Hamdi Sali, jo nda mbaj topin, kon pasoj, kërkon një prekje me dorë, por nuk është i këtij mendimi gjyqtari që vjen rregullisht lojën, e ka marrë Pereira, në krahun tjetër mund të provojë të avancojë skuadra e Tërbunit. Latifi ka mundësinë kundër sulmit skuadra e Skënderbeut, gjithë Liridon Latifi vjen ta mbajë topin, shërben brenda zonës tek Sali, pasimin në qendër Progni, nuk arrit të pasja del. Hamdi Sali, i dyti goli këtë ndeshje, 0-2 Skënderbeu. Tani shohim një herë tjetër, kishte mundësinë për të realizuar Progni e doli dot për topi shkoi, pikërisht tek Hamdi Sali, ai që dhe e çoi në rrjet. 2 golshi, 2 të radhazi për Hamdi Sali. Zemjaftë vjen Progni, krosimi brenda zonës, Sali me kokë. Topi largohet për një çast, por mbetet po aty dhe më pas e kontrollon portieri Klajdi Kuka. Arrin ta mbajë me firtomin Progni, provon godas, por Taçic ka devijuar në goditje nga këndi. Vjen krosimi më pas tuk arrindot godas me kokë Jashanica teksa provon me këtë goditje Orelesi. Ka një devijim nga ana e Salit. Në kundër sulmit skuadra e Skënderbeut provon me anë të Liridon Latifit. Shërbyer më pas në bazë pasimit drejt qendrës Taçic. Topi mbetet po aty dhe ka mundësi Renatinho nuk arrin dot realizoj braziliani. Është shumë në formës ti. Pesi nuk arrin dot ai top, Renatinho ka mundësinë dhe e çon në rrjet. Renatinho. Pak minuta në fund gjen gol në 3 për Skënderbeun. Carlos Martin Renatinho i pari gol në kampionatin ton për sulmuesin brazilian që zëvendëson më së miri James Adeni dhe vetëm shumë pak minuta për të gjetur golin e tretë tek skuadra e tij. Provon të avancojë vetë Abazi. Në prapë me vjen tek Liridon Latifi, ka këtë mundësi, shërben në qendër zonës Lilaj, kërkon godas, topi devion më pas Progni ka këtë mundësi, godet ndal. Klajdi Kuka, Liridon Latifi në një momenti pak çast më parë, kërkon vetë një prekje me dorë, por aksionin që vijon, godet Progni, ndal, mjaft mirë portieri Klajdi Kuka. 2 minuta e fundit kohës rregull teksa Jovanovic ka këtë mundësi dhe përballë shit, godet dhe realizon Jovanovic goli i parë për skuadrën e Tërbunit, vjen pikërisht në minutën e 90 të fundit. Edhe tjetër shikoni këtu, arritën poshtë me një goditje që duhet të thënë është e para në portën e Skënderbeut dhe shkon në rrjet në minutën e 90. Dhe mbylltu sfidën gjyqtari, përfundon që Mustafa fiton Skënderbeu 1-3 përballë Tërbunit dhe vjen të ruajë kryesimin në kuotën e 49 pikëve, një ndeshje e dominuar totalisht nga skuadra goçare nga minuta e parë deri në atë të fundit dhe fituar me 3 gola.